Përshëndetje, sot po përgatisim rollad me ajvar, recete lehte e shpejt, e shishme edhe ka për të gjithë. Fillojmë me përgatit këtë recetë tepër të mirë. Edhe krejt përbërësit që na nevojiten janë ato çka neve na gjinden në shtëpi. Fillojmë. Për ta përgatitur brumin na nevojiten 4 vezë. Kos 8 lugë të gjellës, ose jogurt ose kos, çfarëdo që ju gjendet në shtëpi. Një lugë të mesme me kryp. Vazhdojmë i përzim pak që këto të bashkohen. Mandej shtojmë mielin, gjithashtu me lugë, 8 lugë të gjellës me miell. Dhe një pako pluhur për pjekje ose peciv i përzim derisa mielli të bashkohet mirë me krejt përbërësit e tjerë, edhe në fund për t'i dhënë shije edhe për t'i dhënë ngjyrë rolladës përdorim ajvar. Une po përdori ajvar shtëpie që e kam përgatit vetë, edhe fillimisht po shtojmë 4 lugë të gjellës. Pastaj e shikojmë, nëse dojmë i dhanë ngjyrë pak më shumë, i shtojmë edhe një lugë tjetër. Vazhdojmë me përzim mirë. Unë po ja shtoj edhe një lugë të gjellës me ajvar, do me thonë krejt 5 lugë të gjellës. Vazhdojmë e përzim. Edhe pasi ta kemi përzir mirë, marrim tepsien. Vendojmë letër për pjekje. Tepsia duhet të jetë e shporetit të rrymës. Furrën e shporetit e kam lshu që të nxehet në temperaturë 200 gradë. Tash vazhdojmë kështu, e shtrim mirë në tepsi. Pasi furra është nxehur në 200 gradë, edhe e la rolladën që të pjeket në 200 gradë për 10 deri në 12 minuta duke e kontrolluar. E shtim edhe e pjekim. Tash pasi që është pjekur, me një herë të nxehtë, nuk e la me u ftoh, e largoj nga tepsia. Mandej sa është e nxehtë, vazhdojmë e kthejmë nga ana tjetër, edhe ja largojmë letrën e pjekjes, sepse kur është e nxehtë i del ma lehtë. Dhe tash letrën do ta përdori sërish, edhe rolladën do të vazhdoj pra ta kthejmë sërish në letër. Tash po shikoni kena kthy ka ana e prapme. Vazhdojmë e mbështjellim duke i dhënë formën e rolejes. Sa është e nxehtë, kjo e merr formën shumë ma lehtë. Do ta leni kështu që të ftohet mirë. Mundeni pas 10 minutave ta hapni edhe ta leni me u ftoh tërësisht. Pra duhet rollada të jetë e ftohtë. Pasi që të jetë ftohur, shtojmë pra krem ose pavllak ose shmand, pra ose ajk, varet çfarë ju gjendet në shtëpi. Unë kam vendosur me përgatit me pavllak kësaj radhe, edhe pra thash duhet të jetë e ftohtë rollada që mos ta shkri pra pavllakun. Mund të shtoni sa të doni pavllak, por mundeni edhe ma pak ose ma shumë, varet sa ju gjendet në shtëpi. Tash vazhdojmë edhe e mbështjellim sërish, i japim formën e rolejes, tash shumë kollaj kjo e merr formën. Mund t'i shtoni nëse doni edhe sallam ose diçka tjetër, po unë po e baj kështu të thjeshtë sepse shijon shumë. E leni që të ftohet në frigorifer ose me një herë e shërbeni. E tash pasi që të ftohet, vazhdojmë edhe ndajmë në pjesë të barabarta. Dikon për afërsisht 1 cm ose kështu si në video, se nuk i kam matë,
Pra me sy e shikoni edhe i ndoni. Mundohuni t'i bani të barabarta, edhe ju them se dalin shumë pjesë nga kjo rollat. Pra me pak harç përgatisim shumë rollat për shumë persona. Është ideale për me çaj, për mëngjes ose mundeni ta përdorni edhe me meze të ndryshme. Pra e servojmë edhe e kemi gati për shumë persona. Përgatitni recetën sepse ja vlen. Përgatitet shpejt, lehtë edhe e keni gati. Qoftë për veti, për mysafir, mund ta shoqëroni me çfarë të dëshironi ju, sipas dëshirës. Pra recetën e keni, shkruani recetën edhe bëni save, shpërndani me miqtë tuaj, pra për maraklit e rollatës. Kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj që keni me përgatitur edhe këtë recetë, nuk ju dështon, provoni pa problem edhe do ju shijoj shumë. Tash po e servojmë pak edhe po i shohim pra si është bërë. Edhe është shumë e mirë, shumë e shishme, shikone sa e mirë, edhe pamje ka shumë, ama edhe shije ka shumë. Provoni recetën, pastaj na shkruani në koment. Mirëmbëjtje.